që apo merret me pulari, apo merret me vezë, apo shef çmimin e vezëve, nuk e di, por më së pas asnjë rol. Kjo tregon se ku ka shkuar qeveria e PS-s, e cila me të vërtetë vetëm keq po ka kombi shqiptar dhe asnjë të mirë se ka pas dhe se ka, të cilat i ka të gjitha fjalë të boshe, por populli tashmë është zgjuar, është populli jon, kombi jon, red nuk është si të tjerët, di të ruaj, di të duroj, ka duruar, por me sa duket tashmë ka ardhur në litarin e fyt dhe nuk besoj që do të spraptet pa arritur të gjitha dëshirat e popullit, e kombit ton shqiptar, ku të gjithë të japin përgjegjësinë para ligjit dhe kombi shqiptar do të jetë tamam ashtu ku ka të drejtën e vet në Bashkimin Evropian me ligjet e Europës dhe jo me ligjet e një qeverisë hajdute. Po as Rama nuk ka ndërmend të sprapset, ofrova besën tha për bulevardin e Flamingove, po sa për sorrat dhe korbat kam 800.000 vota. Patjetër është ajo që ai nuk do të tërhiqet, normalisht nuk do të tërhiqet sepse ka shumë korbat e vet, ka shumë qenjt e vet, ka shumë macet e veta të cilat e ruajnë dhe rrethojnë. Është normalisht kjo, sepse është që 12 vite në qeveri vetëm, do të thonë ka ligjin, ka pushtetin, ka parlamentin, ka bashkitë, ka policinë, ka të gjitha, pra ka edhe pastruesin, ka edhe drejtorin, ka të gjitha të vetat, por redi jemi në kontinentin e Europës dhe e drejt nëse ti vjen prek tokën time, pra drejtën time me të vërtetë që ai mund t'i quajnë korba, por dihet që në këtë qeveri, pra me këtë qeveri është shumë për të ardhur keq, por njerëzit si këta që janë sot në rrugë, pra domethënë për të drejtën e tyre, për një copë tokë të tyre, kanë vrarë edhe gjyqtarët në sallat e gjyqit, dhe kjo është e kësaj qeverie, pra është e asaj të cilat populli shqiptar e di se çfarë është besa, por me të pa besin populli shqiptar nuk i ka dhënë kur besë, edhe pse automatikisht domethënë me ministrat e tij, po tashmë shumë kolegë tanë kanë me mira regjistrime, mesazhe origjinale, jo false, jo fake news, por kanë që si është bler vota dhe këto normalisht do të kemi një prokuror, ndoshta sot jo, por dikur do të kemi që do të përgjigjen para ligjit, dhe pse i quan korba ai, në fakt një kryeminist do të jetë shumë në burr i ran, por vetë nga që i ka hik, tash do të thonë gjithë i ka hik litari nga dora, normalisht që kërcënimet e tij do të vazhdojnë, por populli nuk besoj që do t'ia varen kërcënimeve të një kryeministi arrogant që tallet me një nanë që ka një fëmijë me të meta të kufizuara. Pra, këto janë ato gjëra që ato që flet Edi Rama janë totalisht propagandistit të Hitlerit, por red çdo gjë ka një faturë dhe populli tashmë duket që sa do të jetë fatura do ta paguaj dhe do të arrisi që të kapi demokracinë, dhe të jetë domethënë në një shtet jetik siç është Shqipëria, me të drejtat njerëzore si do të më jetu Europi domethënë në vendin e vet. Sokol, falenderoj shumë që të kisha. Ishte kënaqësi për ftesën, faleminderit. Në këtë pjesë të emisionit rikthehemi tek zhvillimet e aktualitetit politik në vend. Kam ftuar Denis Minga, koleg pranë Report TV-s. Denis, kënaqësi që të kam. Mbrëma, faleminderit Edi. Poli Hoxha, drejtori i portalit alfapress.al. Poli, kënaqësi që të kam si gjithmonë. Faleminderit. Poli, si i pe zhvillimet sot para parlamentit apo aksionin politik të protestës para parlamentit? Si e lexove? Atëherë unë isha sot, si që isha dhe të njëjtën e kaluar dhe çdo natë në protest, ndryshimi domethënë nga hentja e kaluar e protestës kishte një pjesëmarrje shumë më të madhe. Nuk duket në ekranet e medias kastës përgjithsisht, sepse në fakt edhe vetë protesta ishte më e organizuar këtë radhë dhe ishte shpërndarë në pjesë të ndryshme. Në të gjitha pikat, sepse çfarë ndodhi? Ndodhi domethënë që rrethimi, pavarësisht se të njëjtën e kaluar e kishin bërë rrethimin normalisht policia si objekt strategjik, parlamentin mund ta marrë në mbrojtje deri te gardi, por sot ishte një shtetërrethim, domethënë kishin bllokuar. Nuk kaloje dot, për shembull, që nga ura e lanës tek ura e tabakëve, nuk kaloje dot, deri tek cepi tek Toptani, e gjithë pedonalja deri te Ministria e Brendshme e bllokuar, forcat të jashtëzakonshme policie, kështu që u detyruan që të
protestuesit dhe të ndashin dhe të bënin marshim 2-3 herë tek bulevardi, ranë urës së lanës, dilnin te xhamia dhe ndërkohë që policët i ndiqnin nga mbrapa i shoqëronin numra të shumë policie. Pati të ndaluar pa asnjë lidhje Arben Kolën, atë avokatin Gencin i cili duket shefi komisariatit numër 1 ka personale, sepse ky është autori i videos që ka kur hidhet veza e famshme, nëse e ke parasysh, domethënë shefit komisariatit, dhe nuk po lirohet, të paktën deri vonë nuk ishte liruar, Arben Kola u lirua, ka patur edhe të dëmtuar, ka patur dhe provokime nga policia pa shkak, sepse protesta vazhdon të jetë paqësore, madje sot janë përdor gati 0 vezë, sepse kontakti vizual me deputetët u bëi pamundur nga që rrethimi ishte shumë i madh. Dhe kjo ishte situata. Po pse te parlamenti, Poli? Pse dhe parlamenti, sepse dëgjoj, në fakt thelbi i protestës është ky parlament, në kuptimin e delegitimitetit të këtij parlamenti. Kur flitet për një kast edhe për një sistem, në fakt ai mishërimin e ka pikërisht tek ata deputet, tek ai parlamenti i nxjerr jo nga populli, jo nga përfaqësimi, po i nxjerr nga xhepat e kryetarëve, nga një ligj zgjedhor, nga një kushtetutë e ndryshuar në 2008 e cila e ka kthyer atë parlament thjesht në noter të kastave oligarkike, politike dhe të krimit, madje kemi parë dhe ligje të dedikuara, kështu që protesta është aq e ndërgjegjshme saqë e di shumë mirë që shënjesa kryesore është parlamenti. Në kuptimin e asaj të saj që ka seanca, aq herë do jenë atje. Ndërkohë që duhet të ishte mbyllur sipas kalendarit, sot u bë një seancë tjetër, nuk e mbyllet sot, po se është me 2 pjesë. Duket që Edi Rama në momentet e fundit, pas shkrimit të para 3 jave të një media të madhe holandeze, jarova emrin asaj, si e ka Tagaja, dhe të Bloombergut, që rrezikonte shumë Shqipëria për mos zbatimin e 2.5% që është dyshemeja. Në fakt e të çoi me një akt vendim qeverie, por dhe lojen ja kanë kuptuar, sepse tek buxheti për ushtrinë ai fut dhe emergjencat, sjarfikset, pagesa, gjëra të tjera, ndërkohë që shtetet për pagesën për NATO. Për NATO, po. Shtetet e Bashkuara janë shumë të qarta që e duan me investim 5%. Po dhe atë që e ke deri në 3% për shembull, që ka shtete duan me investim ushtarak, që ne jemi shumë brapa, jo thjesht me. Kështu që Edi Rama ka bërë një lëvizje tjetër në situatën e vështirë që është, ka kërkuar, ka marrë një hua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo për cilën pati përplasje sot në parlament. Ka marrë një hua rreth 320 milion dollar, i cili është e gjitha hua për armatim të ushtrisë, për armatim, jo për tjetër gjë. Ajo që mori Agronsheja që që quajtën si sekrete, sepse e futi me të përshpejtuar dhe opozita kërkoi që të diskutojë në parlament, sipas kushtetutës së tjera, ata thanë vetëm të votohet. Ishte një situatë që e nxori prapë Sali Berisha në situatë më kujtoi bordin e paqes, por këtu nuk e votoi, doli. Sepse sa herë Edi Rama, sa herë që ju nxjerr si lojtar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sidomos shërbanë e Donald Trumpit, Berisha kompleksohet, e kupton, thot jemi pro, po Edi Rama është i keq, po e përdor për veten e tij, është i lik. Domethënë, por ne jemi. Kështu që kjo është me mosvotim. Si e pe sot? Shiko, unë mendoj që protesta para parlamentit të aksion të protestës i cili zhvillohet sa herë që ka një seancë plenare. Okej, po unë pak ndryshe nga Poli, dakord jam unë që parlamenti është burimi i të gjithave në Shqipërinë, një vend si Republikë Parlamentare, por ne dim që nuk është parlamenti ai vendimarrësi kryesor sot. Për fat keq, Shqipëria nuk është më Republikë Parlamentare, është kthyer në Republikë të kryeministrit Rama. Dhe këtë e dim ndoshta edhe në kohën e Berishës, kështu ka qenë, por Berisha nuk e ka pasur shumë këtë pushtet sa ka kryeministri. Kështu që
të protestosh te parlamenti, meqense është kodi ligji nuk më duket shumë bindës. Ata protestën kryesore për mendimin tim duhet ta kishin tek kryeministria dhe aty. Jo, aty e kanë ato. Kjo është aksion më vete. Kjo që po ndodh në parlament për mendimin tim është më thjesht, pra mund krijosh një lloj kaosi për plasjen me policinë edhe me pak numra. Siç ishin numrat ditën janë më pak se sa numrat. Kjo se kanë me policinë fare ata. E kanë me deputet me vegla ato, me veglat. Me veglat e Ramës, dakor, te Rama shkojnë ata natë për natë, po dhe veglat duhen shmontuar, duhen goditur me vezë, duhen injoruar. Kaq e thjesht është. Mirë, në rregull, po u them që shkojnë në parlament se është më e thjeshtë për të protestuar se sa tek përpara kryeministisë ku do një angazhim më të madh në mbledhjen e njerëzve. Po shkojnë dy herë ata, më shkojnë dhe atje dhe atje. Po shkojnë, dakor. Do shkojnë në darkë, shkojnë në darkë ata, kështu që nuk e vën dyshim, po them pse shkojnë te parlamenti, sepse edhe aty për shembull për plasjet i kanë vetëm te parlamenti, nuk i kanë aty tek. Po është policia pra që i pengon, që i për. Në rregull. Atëherë, unë mendoj që protestat pavarësisht se i kanë rënë numrat kanë rënë ndjeshëm, por fakti që është e përditshme është një fitore për protestuesit, se nuk është kollaj. Unë ta kam thënë edhe më parë, doktori një javë nuk do ta mbante dot për ditë në këto nivele, jo më ta mbash mbi 50 ditë. 57 ditë, 50. Kështu që, por numrat kanë rënë, fryma është, ndërkohë ne ecim tek ato që janë zgjidhjet. Dhe kur vim te zgjidhjet, Rama ka propozuar një zgjidhje që lidhet me çështjen e Zvërnecit. Pra për herë të parë kryeministri gjatë fjalimit me deputetët e tij, por që ishte pjesa publike dhe ishte edhe për ne qytetarët e zakonshëm, pranoi ose bëri një hap pas për sa i përket Zvërnecit. Nuk është bëri një hap pas. Bëri një hap pas sepse nga një projekt që ishte i zbatueshëm me deo mos do, madje ju e keni marrë më në fjalën e kryeministit, tha, ky do jetë projekti që do ta bëjë Europën, madje dhe më të bukur, nuk ka asnjë hap pas gjëra të natyre. Arritëm te gjua e kryeministrit, i cili u shpreh se do ta çojmë për një konsultim 90 ditor. Po, brenda këtij afati përfundojnë dëgjesat. Po, brenda 90 ditëve pastaj do shohim ja këtu nëse është fjalia, do shohim çfarë do bëjmë me Zvërnecin. Dhe ky është patjetër një hap pas. Pra nga një projekt i pa diskutueshëm, tani u kthye në një projekt të diskutueshëm. Do ta diskutojmë, po. Pse janë 90 ditë? Për 90 ditë. Kjo mbetet për të diskutuar dhe për të kuptuar. Unë pyeta një deputet Partisë Socialiste, nuk sigurisht që ai s'kishte do të përgjigje, pse 90 ditë dhe jo 30 ditë për shembull, ose pse 60 ditë dhe jo pse 90 ditë dhe jo 60 ditë. Pra, ishin një tuf procedurë. Kjo është lëvizja e radhës e Ramës. Çështja e Besës për mua është një thjesht kamuflim për te ky moment kyç që lidhet me Zvërnecin. Sepse Zvërneci është, si thosh, burimi i asaj çfarë ka ndodhur me protestën. Zvërneci është. Dhe Zvërneci lidhet me dy emra të rëndësishëm, Jared Kushner dhe Ivanka Trump. Dhe këtu pastaj lufta, prandaj Rama flet për ndërhyrje nga jashtë, sepse me drejta i thot nuk kam parë në një vend si të vogël si Shqipëria që çdo gjë të shkruhet për këta dy individ. Pra, u soll Zvërneci si një nga temat më të rëndësishme globale. Madje edhe një kandidat për senator në Shtetet e Bashkuara të Amerikës bënte fushat me çështjen e Zvërnecit. Por këtu kemi ngecur. Pra kryeministri është të rregjur kryeministri Denis, po thua me këtë vendim, nuk e di, apo jep shenja. Nëse ke fjalën për të rregjin finale, këtë s'mund ta them. Po që ka ndryshuar. Por që ka ndryshuar. Po e tha vet. Pra nga një ta thash, në projektin për diskutueshëm, kemi ardhur në një projekt të diskutueshëm. Do ta diskutojnë kjo, pastaj pjesa kush e diskuton, kjo është një pesmehiç, se ne e dimë që këtu s'diskuton njeri. Thjesht Rama ka fituar kohë. Pra ka bërë një lëvizje për të fituar 90 ditë kohë. Daj vetes, kohë me veten. Ndoshta me veten, me protestuesit, me faktorë ndërkombëtar, nuk i dim, janë shumë vektorë që veprojnë në këtë situatë. Ja se do e diskutojmë. Kështu që kjo kohë që ka kërkuar kryeministri, i jep atij mundësi, madje edhe atyre deputetëve vetë i tha, lexojeni këtë dokumentin gjatë verës, mësim verë dhe pastaj në shtator, pra edhe pse ai e bëri qartë që Ministri Bujqësisë duhej shkarkuar, e tha hapur, sepse si ishte përgjigjur kërkesës së një qytetari.
3 vite dhe tha vetëm mbeti fjala shkarkim. Gjithë mendonin që do vi shkarkimi, nuk e bëri. Pra, Rama e ka kuptuar që nuk është zgjidhje ndryshimi i kabinetit. Nuk i sjell asgjë. Dhe ai ka bërë këtë lëvizje, ka kërkuar, ka marrë kohë 90 ditë. Për çfarë do këtë kohë? Ka marrë kohë, kush e ka dhënë? Po pra, atëherë unë mendoj protestën ai po arrin ta menaxhoj për mendimin tim, pastaj këtu diskutojmë. Dhe 90 ditë afat lidhet për mua me faktorët ndërkombëtar që janë rëndësishëm në këtë protestë, nuk mund të jenë të pa jo relevant, siç mundojnë disa të theksojnë. Janë zgjedhjet në SBA pas 90 ditëve. Mund të jenë zgjedhjet në SBA, mund të jenë një lëvizje që nuk e dim. Pra, kjo është ajo që ne shohim sot. Afatin 90 ditor, kjo është lëvizja e kryeministit, nuk ka lëvizje tjetër. Jo, kjo është s'ka tjetër. Pra, ne jemi për 90 ditë thot do ta mendojmë 90 ditëshin ai e lidh me Zvërnecin. Dhe çfarë do, sepse tani nëse ti je i bindur që ky është projekti i dur, e para punës njerëz thua që s'ka projekt. Ku e diti që do vi projekti brenda 90 ditëve? Dhe këta që do konsultohen, mbi ç'projekt do konsultohen? Po. E kupton sa kaotik është kryeministri në këtë që thot, pra ajo nuk e vetmja gjë e sigurt e tij është që ai kërkon kohë. Dhe këtë kohë e ka gjetur nëpërmjet këtij mekanizmi siç është Besa për shembull, që nuk është thelbi. Po, dakor. Por si shikove këtë lëvizje? Kryeministri i përkohshëm i Shqipërisë, zoti Rama, nuk është kaotik, po është duke bërë rolin e budallajt. Duke bërë sikur nuk kupton se çfarë kërkohet, jo vetëm nga protesta, po tashmë edhe nga gjithë establishmenti ndërkombëtar mediatik. Dhe vazhdon t'i bjerë këmbanës, edhe sot e dëgjova, tha fjalë të mira për flamingot, sot prap e drodhi prap edhe tha janë armiq. Domethënë bëhet fjalë për një Besën e kisha për flamingot, për bulevardin e flamingove. Sot i quajti flamingot kaltroje. I quajti kaltroje. Nuk flet për flamingot. Po. Flamingot filloi prap me algoritmet, filloi me ndërhyrjet me iranianët bashkë me ministrin e jashtëm, çka kishin një aktivitet aty për këto disinformimin e çfarishte. Shpikin aktivitete vetëm që të dalë të flasë për protestën. Gjithë çështja është që po, filloi nga një protestë e vogël në Zvërnec, filloi për Zvërnecin, po dhe media ndërkombëtare u morën gjatë me Zvërnecin sepse ishte familja presidenciale atje brenda. Por nuk ka media të ka shumë kohë, dhe unë ta kam thënë dhe në emision e Kolur, por nuk ka media të madje dhe CNN-i që është gati armik me Trumpin, Farid Zakaria dje, i cili tha, filloi për Zvërnecin, tha, por është për korrupsionin. Është protestë kundër kastës së korruptuar, është kaq e thjeshtë, s'ka ku të shkojë. Dhe ky mund të nxjerrë gjithë farë llojesh, gjithë farë lloj bestrash, gjithë farë lloj ditësh për Zvërnecin, për këtë, për etj, dhe bën sikur se kupton që populli që është ngritur, dhe jo vetëm ai në shesh, por dhe gjithë gjendja mendore shqiptarëve në diasporë dhe gjithë media ndërkombëtare, përveç medias shqiptare, në shumicën e saj, janë aq të kthjellët që kemi të bëjmë me një revolt kundra një kaste politike 36 vjeçare, e cila ka maskuar demokracinë, tranzicionin dhe demokracinë si një zhvillim etj, rotacionet si demokraci, si zgjedhje, dhe parlamentarizmi kanë qenë me bekimin ndërkombëtar. Nuk më duhen mua çfarë si ka rëndësi se ti je ishull i shkëputur. Po dakord, po kjo është shumë e rëndësishme. Po dakord, po tani nuk e dua më. Si se do më? Nuk do më faktorin ndërkombëtar. Jo. Se ata janë përcaktues për mua prap. Ore, dëgjoj. Kush ta bëri ty reformën? Protesta do atë që do vet. Reformën drejtësi kush ta bëri? Po ndërkombëtarët më e nxitën. Pra kaq që jo e nxitën, e bën, çan nxitën. Ore, çfarë si ka më? Dakord. Mos më futun po flisja për protestën çfarë duan shqiptarët. Po pra. Tani në raport me Besën, si po i qaset kryeministri. Po Besa ishte një idiotizëm që dhe vetë kuptoi sa i ngjiti dhe ju kthye edhe në bumerang. Në kuptimin, sepse kjo tregon nivelin, prandaj po të them që po bën si idiot, tregon nivelin se ku ka rënë, sa është trashur ai si kryeministër. Sa që dhe deputetët atje shikoni si UFO se çfarë po bën me këtë broshurë, një broshurë me 5 faqe, që shkuj ma bet, kuj do t'ja japim Besën, kuj t'ja kemi marrë Besën, dhe ka filluar njerëzit si miku jon Denisi me konspiracione, Besa mund t'jetë
për Izraelitët, mund të jetë për Sorosin. Për Izraelit, për Sorosin. Jo, nuk e ti. Po thash që aty doli lajmi që Rama përmendi 90 ditë kohë.